ose në raport me Iranin, kur e sheh Iranin se është pa pikë dyshimi fuqia kryesore, determinante e politikave të lindjes së mesme dhe e përshkruan në realitetin e një Persie, e një perandorie të rëmivjeçare, e një kombi persian, iranian, që e pranon fejen e Muhamedit a.s. E pranon fejen e arabëve, por nuk e pranon kulturën arabe, dhe që nga ajo kohë deri në këtë ditë e saqme është një luftë gjeokulturore për te shiizmit dhe sunizmit. Është një luftë gjeokulturore midis arabëve dhe persianëve për sa më shumë pjesë dhe copa të pogaçes të ummetit dhe shoqërive muslimane. Në këtë raste, derisa e përshkruan Iranin kështu, ti del se je shia, apo je saudiofob, apo westernofob, apo kundër interesave shqiptare, apo flet diçka.